veç marrë në plumbardh me tregu paqen. Po çfarë? A kene gjë tjetër me thonë për këtë temë? Si? A kene gjë tjetër? Për këtë temën, mos o zot me hap prap, me ty këtë temë nuk du me hap më fare. A kene gjë tjetër pra me shtu? Në gjë tjetër? Ja, S'unë qa po ta me thonë, unë ti thash. Nuk kam as me shtu, as i gjë tjetër. Thash. Nesër se. Thash nuk kam me shtu as i gjë tjetër. Nuk ka pse me u diskutu as... Oke, jemi në rregull. Ti e din pse kam bërë gestin, ta tregova jo për hakmarrje asnjëherë. Për hakmarrje, more për nesër. O Mateo, tash t'ja do me vendosë si e bëna unë. E mora unë thash ore. Po mirë, po tash unë po ta shpjegoj t'ja pet me krytonën. Unë po ta shpjegoj po them që se bëna për hakmarrje, t'ja pet vazhdon për hakmarrje. Nuk e kam fitën me herë tjetër të lutem, nëse ke diçka, hajde ma thuaj. Okej, në rregull. Në rregull, edhe të njëjtë. Edhe mundësisht. Në rregull. Duke pa tipin tim të paktën këtë ditë, nëse ke gjë më mua apo një hatër mbetje, hajde ma thuaj. Për mu kjo gjë mbaron. Jo për këtë më, po flas përgjithësi. Po okej, po pra nëse të ngel hatër me mua për ndonjë gjë, nëse mërzitesh për ndonjë gjë, hajde ma thuaj. Unë ndoshta jam tipi që ndoshta se kuptoj ose mendoj që më mirë mos me tart me të fal se më duket sikur të zej hapësirën apo të bezdis. Prandaj se bëj, jo se duhet një është i keq që s'duhet të vi këty. Jo, me fol, mu nuk më pengon askush me fol. Këtu jena me i shtëpi, bashkëtim gjithë bashkë. Po shumë dakord, barierat që më ke dhënë ti në fillim, thash, Lonika ke ngrosi, ti ke tjetra, mu kam bot me këtë edhe unë prandaj nuk jam afru ndonjëherë për asnjë lloj arsye. E vlerësoj. Prandaj po ta kërkoj, nëse do kesh diçka me mua, bezdisi gjë, mërziti gjë, hajde ma thuaj. Okej, do ta them, në rregull. Faleminderit për mirëtimin. Në rregull.